Hani 2 mollë në ditë dhe do ngeleni pa fjalë nga efektet që do të keni. Nëse ekziston një frut që është shumë mirë për organizmin, ajo është molla. Mollët njihen për vlerat dhe përbërësit e jashtëzakonshëm ushqimor që mbrojnë nga një sër simptomash dhe sëmundjesh. Studimet kanë treguar se konsumi i mollës ul ndjeshëm riskun e goditjeve në tru. Ngrënia e mollës rregullisht besohet se ul riskun e shfaqjes së diabetit të tipit 2, sepse ato përmbajnë fibra dhe ndihmojnë uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Por cilat janë përfitimet që do të merrni për konsumin e mollëve? Mollët ndihmojnë në sistemin tretës dhe përthithin më pak glukozë dhe stimulojnë qelizat beta të pankreasit të prodhojnë insulinë. Molla ul riskun e humbjes së jetës nga problemet e zemrës për shkak të përbërësve të lartë antioksidantëve. Lëngu i mollës mund të jetë jashtëzakonisht i shijshëm me vitamina dhe antioksidant, por magjia qëndron te fruti i plot. Vetëm ai ofron fibra dhe vlera ushqyese të shumta. Studimet tregojnë se ngrënia 2 mollëve në ditë ofron më shumë përfitime për organizmin dhe veçanërisht për shëndetin e grave dhe për mbrojtjen e shëndetit të zemrës.